Ambasada britanike ka publikuar disa foto ku shfaqet Altin Duman, ish kreu i SPAK-ut në Prishtinë, teksa thuhet që aty është për të kontribuar lidhur me ndihmën që ai mund të japë për drejtësinë, po themi, në Kosovë. Për të folur mbi këtë takim kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Faton, mund na jepni më shumë detaj lidhur me këtë takim? Po, ambasada britaneze ka publikuar një foto ku shihet tashmë ish kreu i SPOK-ut Altin Dumani në takim me disa përfaqësues të ambasadës britanike, të cilën këta të fundit e konsiderojnë si një takim shumë me rëndësi edhe shkëmbim informacioni edhe përvojash të ndryshme, ku dihet që zoti Dumani për 3 vjet në krye të SPOK-ut ka qenë protagonist kryesor i ngjarjeve bombastike që kanë ndodhur me arrestimet shumë të ish zyrtarëve të lartë, duke përfshirë këto dhe ish president, çka e bën, si thuaç, mjaft të lakuar edhe emrin e tij. Kështu që ka çështë informacioni mes aludimeve të shumta se zotri Dumani, si thuaç, ka ngesht në tentativën për krimin e një SPOK-u të ri në Kosovë dhe hipotetikisht ai mund të jetë pjesë e saj. Mirëpo gjithë këtu deri më tani mbeten në soza të informacioneve më tepër jo zyrtare, mirë po mbetet për të parë. Por ajo që dihet është se zotri Dumani do të jetë i angazhuar në Kosovë në drejtimin e një drejtësie të re e ngjashme me SPOK-un në Shqipëri. Zoti Mehmeti, a ka pasur, po themi, hapa përpara lidhur me një krimin e një SPAK-u në Kosovë, pra janë hedhur hapa apo thjesht është në projekt ide? Po, në Kosovë janë hedhur disa hapa për krimin e pak a shumë të ngjashëm, si thuaç, një prokurorie të posaçme, pra. Mirë po jo saktësisht sikur SPOK-u, mirë po pak a shumë e njëjta, do thotë me qasjen e njëjtë, pra. Mirë po mbetet për të definuar me kalimin e kohës, varet se sa ambasada amerikane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra, do të jenë të kyçura në këtë proces. Kur di që SPOK-u është prodhim amerikan, në Kosovë deri më tani nuk ka se kem ndonjë prodhim të huaj, thjesht është vendor, pra. Janë tentuar para disa kohësh, mirë po janë çështje burokratike të cilat e kanë penguar, pastaj janë në gjykatën kushtetuese disa amendamente të cilat pritet për të verdiktin gjykata dhe për të parë për të ecur tutje. Kështu që thjesht në Kosovë ende mbetet, si thuaç, si ide më tepër se sa një nismë serioze. Kështu që unë do doja dhe besoj që vetëm me inkuadrimin amerikanëve mund të kem një si thuaç, një drejtësi të sigurt, të pakopur nga politika të pamshme dhe si rrjedhoi e saj që mund të godas kokat e krimit që nga pas lufta e deri më tani. Zoti Mehmeti, a ka gjasa që Dumani të jetë kreu i ri i SPAK-ut të Kosovës, pasur parasysh në për pak vite, po themi 2-3 vite, i mbaron edhe mandati si prokuror i SPAK-ut në Shqipëri? Po, zotri Dumani tashmë nuk është më kreu, është prokuror i SPAK-ut, siç e cek ato jo brenda 3 viteve aktive të i kalon, po them varet krejt sa do të jenë amerikan të interesuar për ta përdorur Dumani, se sipas informacioneve që un kam, zotri Dumani mund të përfshihet edhe në çështje jashtë Shqipërisë e Kosovës, pra në vendet ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës tentojnë të krijojnë një prokurori të posaçme si SPOK-ut të ngjashme, pra që zotri Dumani do të jetë i angazhuar amerikanëve në disa vende të tjera. Sa për Kosovën nuk dihet ende, thjesht ajo që dihet është që zotri Dumani do të jetë në mënyrë direkte ose indirekte i kyçur në këtë proces, duke sjellur përvojat e tij thjesht edhe nga prapavia, se a do të jetë ai i kyçur si pjesë e SPOK-ut apo jo, kjo mbetet ende në dilemë dhe varet krejt pra nga amerikanët se a do ta përdorin zotrin Dumanin, si thuaç, edhe diku tjetër, për shkak se
ata disa herë janë shprehur shumë të kënaqur me punën e tij, kanë dhënë edhe mirënjohje edhe në Washington edhe në Tiranë, kështu që me pak fjalë Domoni është një prodhem amerikan. A ka pasur reagime në Kosovë lidhur me këtë lajm, pra si është pritur? Jo, nuk ose se përveç mediave do të thotë shoqëria civile, gazetarët, deri diku politikanët nuk ose e kanë bërë fjalë një gjë të tillë, sepse ata janë në fushat zgjedhore, pra është një fushat e cila ka nisur që para 3 ditësh këtu dhe mbaron të premten, kështu që janë të angazhuara jashtëzakonisht shumë në fushatën zgjedhore, kështu që nuk ose i kanë kushtuar shumë rëndësi kësaj vizite, edhe për faktin se zotri Domani nuk ose ka takuar ndonjë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, ai thjesht është takuar me ambasadën britaneze. Ka disa informacione që në mënyrë jo zyrtare është takuar edhe me përfaqësues të ambasadës amerikane këtu në Prishtinë, por jo me përfaqësues politik, çka edhe nuk ose ka bërë si thua buj kjo vizitë në çarqet politike, mirë po në çarqet mediatike deri diku po. Personalisht mua më ka bërë përshtypje shumë, sepse zotri Domani konsiderohet si një person i suksesshëm i cili mund të sjellë përvojat e tij të jashtëzakonshme në Kosovë në një fazë ku Kosova ka nevojë, si thua, përfundimisht ta bëj hapin e fundit drejt te kalimit te këtij tranzicioni të i zgjatur, e që realisht ende mbetet si thua një situatë jo e këndshme në kuptimin që njerëz cilët kanë bërë si thua do më shumë të mëdha këtij vendit, po flasmi për kokat e krimit janë ende në liri, disa me funksione ende të larta zyrtare. Fatona, ka nevojë përfundimisht Kosova për një prokurori të posaçme siç është SPAK-u në Shqipëri? Sigurisht se ka Kosova nevojë për një prokurori, mbase më shumë se në Shqipëri, kur dihet që Kosova që nga pas lufta nga shumë njerëz cilët rranin gjëks që kanë qenë njerëz që i kanë ndihmu vendin në luftë në mënyrë paçore ose me pushk, ishin ata që e kanë vjedhë këtë vend më shumë se kushdo tjetër, kështu që Kosova ka nevojë për ta bërë, po them prap, një hap shumë të madh drejt avancimit tutje të saj si shtet i konsoliduar, dhe nuk mund quhet as si shtet i konsoliduar derisa nuk e kemi një drejtësi të fortë, një drejtësi e cila e godet krimin, jo emrin. Pra te ne shikohet se kush është emri, pastaj merren prokuror, kështu që duhet me ndryshu kjo çështje. Kosova ka nevojë, qeveria që në detyrë e Kosovës ka bërë tashmë disa hapa në drejtim të krijimit të disa mekanizmave të cilat do ta lejonin atë që të godas kokat e krijimit, mirë po komplet sistemi i drejtësisë duhet të ndryshu, sepse nuk është problem këto individi, mirë po problem sistemi. Pra duhet më përmbys komplet ky sistem për me ecë tutje, për ndryshe vetëm do të jemi në një rrjedhë vicioz nga i cili nuk do të arrijmë dalim dot, thjesht edhe vetëm do të kemi disa goditje sporadike të cilat pastaj prokuroria me kalimin e kohës i liron edhe thjesht përfundojnë si thua në heshtje kështu. Faton, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Juve, kënaqësia ime.